Një minutë ngurita dhe mora telefon, shikon nipi. E marrë telefon dhe më thot, kam vdek të 2 daje, e ka vrarë. Në atë moment, ka marrë vllajën e madh në telefon, morëm njëri tjetrin, për ta shpëtuar, mo e gjeni do të gjallë. Ai ka qenë problematik, ka qenë. 50 vjetë motra jonë gjithmonë, pra te ka qenë mbules. 50 vjetë. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba e mbërësirë, të vi fëmija ta përqafoj, të vi grujet, se jemi vetë familjar, hidhi dorën në qafët, u lodhe, u bere, kupton? Kupton? Ja i shenë. Por keni kontaktuar për? Para 10 ditësh mund t'i themi, i denacojnë në polici. Vje policia këtu, merë motrën, merë dhe nipin. Më marri telefon niprit nga Greqia dhe më thonë, Daja, shkon në Roskove se ka marrë policia maman dhe Arturin. Përse i ka denoncuar shefiti? Çfarë ka denoncuar për pasurinë? Kriminali. Për çfarë i denoncoi? Kështë mbilë ca gjera në poshtë, patate. Kupton? Pse i mbodhe këtu, po s'më falë, e si mbodhe këtu. Dhe para 20 vjetësh ka bërë vetvrasje, ka kriju vetvrasje. Ka bërë tentativë vetvrasje? Po. Për çfarë arsye? Pra për këto gjera. Ktu ka qenë domethënë. Për këto gjera. Ne kemi marrë të ndjerë në tonë, motrën tonë, dhe ta varrosim lartë ku kemi nëna dhe baban, tjetë në mes luleve. Po ta afërmit e këtij. Nuk më interesojnë fare, ate e kam dhënë me zë dhe me shkrip, ta e meni dhe e groposni në kanalin më të thellë. Ka ta afërmaj Ta të qenë. që janë